Gjatë protestës së radhës ka ndodhur një incident ku djali i ish deputetit socialist Paulin Sterkaj teksa po kalonte në zonën e protestës me një qen pitbull ka ofenduar një influencere. Mësohet se ai është drejtuar influenceres duke i thënë: "E ke lexuar Aristotelin ti që del në protestë?" Dhe ajo i është përgjigjur po. Sipas burimeve të tjera, djali është drejtuar edhe turmës duke ofenduar dhe më pas u ka thënë rrof të Rama. Situata ka agravuar dhe ai është larguar me vrap, ndërsa disa protestues janë vënë në ndjekje. Më pas protestuesit janë rikthyer sërish në protestë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.